Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Lëndrimi bën transformimin radikal në fytyrë, nuk njihet më. Pas përfundimit të rrugtimit në Bigun e Kosovës dhe fitores së çmimit të madh, lëndrimi duket se i është përkushtuar më shumë kujdesit personal dhe trajtimeve estetike. Ai ka publikuar në Instagram disa momente nga trajtimet që ka realizuar së fundmi, duke përfshirë maska dhe procedura për kujdesin e fytyrës nëpër klinika estetike. Një nga videot e fundit ka tërhequr vëmendje pasi gjatë aplikimit të një maske fytyre, pamja e tij ka rezultuar krejt ndryshe nga zakonisht, duke krijuar një efekt shumë të veçantë vizual. Ai vërtet është përmirësuar në lëkurën e vet, edhe pse duhet thënë që lëndrimi gjithmonë ka qenë një djalë që kujdesej për veten.